Java politike në Shqipëri nisi me deklaratën e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Ju përgjigj akuzave të Sali Berishës, duke thënë se 9 vendet e Bashkimit Evropian kishin thjesht disa pyetje shtesë dhe se procesi nuk është bllokuar. Të hënën opozita organizoi foltoren e radhës para kryeministrisë, ku kreu i opozitës Sali Berisha akuzoi qeverinë për pengimin e negociatave dhe paralajmëroi se protesta e 17 prillit do të jetë një leksion për qeverinë Rama. Gjatë javës Rama mblodhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste në kuadër të turit Punët e Shqipërisë, duke kërkuar më shumë angazhim në terren për deputetët dhe ministrat. Rama paralajmëroi se së shpejti do të jetë edhe ai vetë në terren për të takuar nga afër qytetarët në të gjithë vendin. Të njëjtën u zhvillua seanca parlamentare, ku pati 2 interpelanca. Deputeti Erion Braçe ngriti shqetësimin e fermerëve për qumshtin, duke denoncuar problemet e tyre dhe refuzimin e prodhimit nga kompanitë. Ai tha se në janar pati një fushat dezinformimi, ku thuhej se qumshti i fermerëve kishte alfatoksin. Lektorët e bubullimës akuzojnë kompaninë Lufra, e cila nuk u merr prodhimin. Në përgjigje, ministri i Bujqësisë Andi Salla nuk dha një përgjigje konkrete për pyetjet e Braçes, por tha se Shqipëria ka filluar të implementojë standardet e Bashkimit Evropian në bujqësi. Në interpelancën e radhës u diskutua dhe paga e mësuesve. Deputetja e opozitës Erisa Xhixho kërkoi sqarim për trajtimin financiar të mësuesve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru ju përgjigj Xhixhos, duke sqaruar se problemi është korrigjuar me ndryshimet ligjore dhe se mira punonjës tashmë trajtohen në mënyrë të barabartë. Gjatë seancës, shumica parlamentare rrëzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e 2 komisioneve hetimore, për Akshin dhe për ARSH. Java u mbyll me mbledhjen e qeverisë, ku njoftua monitorimi i çmimeve në treg për frutat dhe perimet për të shmangur çdo abuzim. Gjithashtu, ministra Kumbaru njoftoi se qeveria ka gati një fond prej 500 milion lekësh për mësuesit që do japin mësim jashtë orarit, si pjesë e mbështetjes për arsimin. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në zëri.al.